bëhemi gati për të ikur në Kenya. Okej, tash kështu sikur do iki durrës do të thënë, por po bëhem gati për të ikur në Kenya. Një nga udhëtimet që ne kemi dashur ta bëjmë prej kohësh, një udhëtim në Kenya për të bërë safari, që është një ndër gjërat më të bukura për gjithë ata që e kanë provuar dhe kanë kaluar si eksperiencë, thon pikërisht të gjë. Jam duke bërë gati rrobat të mijat, të marrës. Siç e shikoni, janë pak a shumë njëjta ngjyra, sepse një nga këshillat kryesore që jepet është që të marrim rroba me ngjyra neutrale. Kaki, kafe, bezh. Një lloj kamuflazhi që ne të jemi e njëjta ngjyrë si bimësia, që mos bijem në sy nga kafshët. Por do të tregoj çdo gjë në vazhdim. Tani do hekuros, do bëj valizhen edhe shihemi nesër në aeroport. Jemi në aeroport. Sa qef. Më në fund udhëtimi shumë pritur për në Kenya. Nis tani. Këtu kemi Amarën, e cila është pak e mërzitur me thënë drejtën, sepse është e vetmja në familje që nuk i ka bërë flokun me gërsheta. Ne i bëm. Por e kemi lënë që në Amarën do t'i bëj, Amarë do t'i bëj atje me të në Kenya. Je gëzuar? Shumë. Shumë të shkojmë. Turp të dhe turp. Ta se ishte foto, është video. Po, ke gjithë me gjithën që vetëm ha. Ke ngrënë në shtëpi disa herë, hëngër tani në aeroport këtu. Po gjimnastikë? Po gjimnastikë? Qa? Që të do me trupin me muskuj, barë. Sa po mbëritëm në Stamboll. Ku është Mia? Mia ku je? Tani kemi 4 orë tranzit, si që thash, por më përpara do kalojmë këtu kontrollin e pasaportave. Ka goxha radh. Pritëm nga troba, ne jemi në transfer, ç'pun kemi ne këtu me kontrollin e pasaportave. Nuk do e kalojmë kontrollin e pasaportave. Zova kosa gjithsesi një radhë. Do ta kalojmë. Ha? Është e pamundur, patjetër. Sa të bukur që dukeni. Amara të duket edhe më bukur po kishte gërsheta? Starbucks, McDonald's. Ky është aeroporti preferuar i Amarës. Fakt, edhe imi. Ai sa kam parë, thonë se Singapore është yll, unë s'kam qenë. Okej, dhe i Dubai të shumë. Qa kemi? McDonald's! Kam provuar në herë, dua ta S'ka këtu më duket. Ku e ke? Actually... Ku me? Po jam... Po, nuk shoh. I swear. Shohim pak këtu. Okej, nuk ka dalë akoma në Nairobi, se në 7:10 nisemi, kështu që jemi shpejt. Ja që na bën Amara, na çon në tundim. Ka fiksim gjithmonë kur jemi në aeroport marrit e Subway, që i pëlqen shumë. Megjithëse po merr Amara, po marrim edhe ne. Aha, ajo është justifikim. Ajo është justifikim. Po, po tu më thash më japësh një kafshat, unë s'do ha. Do haj babi, do haj një kafshat nga ty, një kafshat nga babi. Jo. Se mos kujtoni se unë nuk ha, në fakt mbrova mendim, nuk do marr një kafshat nga Amara ose nga Tomi. Mora një do të për vetëm. Ki? Më një për dura. Që Subway? Më mirë se McDonald's më ndërë. Të buka shumë e mirë. Në gjithë pa dhe ti me gjithë më Tomi ka shumë natë të marrë ushqime dhe Tomi gjithmonë.
Në që tolla, zero. Jemi transparent, nuk bëjmë vetëm kështu kur ham shëndetshëm, tregojmë edhe kur nuk ham. Mara, ne përshprovoj vetëm pak? Presupozohet në ditë kur hanë? Jo. Ne përshprovoj vetëm pak në sanduiçi jot? Vetëm pak. Kërkoj ka kryer nga tavolina tjetër në Likuan. Vazhdojmë me raundin e dytë. Ky është një vend ku ne ulemi gjithmonë për të ngrënë Me too. ambërtira, baklava. Këtu në aeroportin e Istanbulit. Kishim vajtur dhe për këto zgjedhjet e shëndetshme, si për shembull një mall jeshile, por jo, jo dhe para, të pashëndetshme. Për aeroport, se nuk parkun e frymë mos e shikoni se e pati sa nga. Edhe fiksimi i jetës së Amarës, dhe besoj çdo fëmijë para adoleshente, sot de Janeiro. Jo në trupe, nuk i herin në trupe, mi thënë. Ishte çuditshme që Amari di brandet më mirë se sa unë. Ku i ke mësuar Amari? Ku i mëson të gjitha brande që një? Social media. Ti s'kesh social media. Çfarë ke? YouTube dhe Pinterest. Okej. Pra nuk është social media, YouTube nuk është social media, as Pinterest. S'bën do të gjipa mamin, jo. Është komplet kundër ta ime, unë nuk kam absolutisht qef ku bëhet lajt për make-up, as të shoh, as të blej. Kur jam në duty free, sidomos, nuk s'pëlqen fare. Doli, Nairobi. Gjetëm një vend këtu që bën matcha, dhe unë dhe në të marrë një matcha. Edhe një çaj sot për Amarën. Çfarë është? Berry hibiscus. Hibiscus çaj është. Do të thënë 4 orë tranzit kushtojnë sa gjysma udhëtimit. S'ke çfarë burri këtu vërdall do marrësh do pash gjëra, do pish gjëra. Sa po mbritëm tek gate in, është ora 6, në orën 7:20, niset avioni. Sa i përket itinerarit, se të di që do ketë pyetje shumë. Ne çdo gjë na e ka organizuar Globus Travel, agjencia e besuar e udhëtimeve që ju çon ku të doni ju në çdo cep të globit dhe në cepin më të largët. Janë marrë ata me çdo gjë, me avionin, me hotelet, me gjithë itinerarin, se në do ndryshojmë disa hotele dhe disa vende, por do të shikoni të gjitha në videot që unë do ndaj me ju. Kështu që po çfarë do të pyetje që të keni, po ju them paraprakisht, duhet pyesni Globusin. Nuk kërkohet, është një nga ato vende që ti e merr vizën, nuk ke nevojë që ta aplikosh një vit përpara, pra është shumë kollaj. Merr thjesht një vizë, nuk e di se sa zgjat, një javë, 2 javë me një hyrje diçka tillë, nuk e di sa është kozgjatja, sepse siç thash dhe për këtë gjë është marrë Globus. Nga na e ka lehtësuar udhëtimin dhe jetën. Sa po hypëm në avion, unë jam me mamën, Tomi ne kemi pak më larg që ka me njërën aty. Ka një shoqe tjetër. Ti pas ke një shoqe tjetër. Rruga është 6 orë i gjysmë. Jam shumë excited se kemi televizor dhe do ham ushqim, kemi dhe jashtë. Kështu batanie. Po thoya krahasuar me udhëtimet e tjera që kemi bërë në Rio, 13 vjetor, Vietnam, Tajland, gjithë këto kanë qenë 12 orë gjysmë, 12 orë sipër. Kjo është gjysmë për gjysmë, 6 orë gjysmë, që Mua këto më pëlqejnë më shumë që janë 6-7 orë. pse? 6 Gjë parë, fillojmë dhe kërkojmë për filma. Çfarë filmash kemi këtu? Shohim një release, gjithmonë Turkish ka filma shumë të bukur. Që shkoj drop.
që piku gjatë. Sa të gjatë, ta shkuj një çik. Ta shkuj, e ke shumë të gjatë që Derhal en yakın maskeyi Mos kendinize me shkulte pastaj do bëjmë si tua. Unë kam gjatë, mua plotët më vjen që pikët. Oksijen maskesini ağız ve burnunuzu içine Ha, çfarë thua, thua? yüzünüze yerleştiriniz. Bantları çekerek yüzünüze tam Shumë olarak kohë, si kapatınız çka ve normal nefes almaya devam edin. Faleminderit. Diğer Po dhe çkutër dhe damage. çeşitli maskesi Faleminderit. doğru şekilde takın. Si përfundim zgjodha të shoh Bright Works. Filmi i vjetër. Kisha nevojë të shikoja diçka që më bëj për të qeshur. E ta gëndohem gjatë rrugës. Thua se mbarova filmin. Kemi edhe 5 orë 10 minuta dhe ndërkohë Amara është e lutur se po vjen ushqimi. Fakt, nuk dua të ha. Ta haju. I kam mbyllur fasting, e kam nisur fasting në orën 6 dhe me gjithë ato gjëra që hëngre, nuk dua të ha tani, po ja të shoh kur të më vinë ushqimin. Pas mos ha. Po mos bëko se ti nuk ha. Ai shumë vë. Kur më boj kur lyva finja. Edhe ushqimi, dhe unë droga mendje, do ta ha, se ka qosë të pule dhe dua të ha proteinë. Edhe sepse jam shumë neps madhe. Kështu që do ta ha. Ka shumë njerëz që nuk është se e kanë qef ushqimin e avionit. Mua më përgjithësi, nuk më qef. Nicë nga pjata jote dhe ty të pëlqen, po. Dhe tërë kishe ka që mi më pëlqen ushqimi që këto. Nuk e kisha parë asnjëherë në natë. E di tur 41 vjeç. Kisha parë një nga filmat më të bukur dhe po e shoh tani. E jam shumë e bukur. Duke zbritur edhe Nairobi. Unë bërrita, mund të them që ky ka qenë një ndër ustimet më të qeta. Nuk ishte turbulenca, zbritja, ulja ishte thua se nuk u ndje fare, unë këtë ditë, se sa mirë që është ullur, ngjitja po ashtu, shkoj çdo gjë shumë smooth. Si përfundim, i gjithë udhtimi, ne u nisëm në orën 12:20 nga Tirana. Më përritëm 1 orë 40 isha Tiranë Stamboll, 4 orë tranzit, në orën 7 me orën e Stambollit që i bie 6 me tonën. Unë nisëm nga Stambolli dhe tani kemi mbritur këtu në ora 1:30. Nairobi është një orë para Tiranës. Por që këtu është 1:30, aty është 12:30. Faleminderit. Tregoj pak tani. Nëse jeni kurioz për aeroportin, other passport holders, jemi këti. Mashallah. Rolli këtu qënë ka sikur po futesh, nuk e di, në vendin më të rëndësishëm të botës. Pas kontrollit policor, thjesht të kontrollojnë vizën dhe pasaportën, marrin shenjat e gishtrime, po pas edhe një kontroll tjetër ku fut prap valixhet që të shohin që s'ke ndonjë gjë që s'duhet ta kesh. Aty do kalojnë valixhet. Sërish. Gëzimi i madh është që valixhet erdhën. Se kisha më shumë rak të pjesën. Shqyr shpëtuam. Nuk me kanë humbur mirë valixhet në fakt. Zot, çfarë do kur. Normalisht që Globus Travel ka organizuar siç thash çdo gjë dhe po na prisnin në djemt e agjencisë këtu, të cilët do të na shoqërojnë gjatë gjithë kësaj jave të gjitha udhëtimet që ne do bëjmë. Shumë bukur. Se më ngritëm në hotelin tonë, ishte afër, diku të 15 minuta nga aeroporti. Në hotel, kontrollohesh kështu. S'me kishte ndodhur ndonjëherë. Hello.
që se dhe pak në hotelin, ne këtu do qëndrojmë vetë sot, dhe me thënë në shora 4. Ne në orën 8 do nisemi, që i bli në orën 7 të zgjohemi, sa të kam mëngjesin. Shumë nice. Që po më bën shumë përshtypje, me 3 njerëz që kemi takuar deri tani janë të gjithë që flasin me zërin kështu. Nëse të ulet fare, të qetë, gjithë edukat. Bravo, bravo. Do të marrim shembull me shqiptarët e Ballkanit. Edhe Roma, si që tash, ne do t'jemi vetëm një natë. Për që ka shumë nice. Në pas kanë lënë fruta këtu, sa mirë. Shumë mirë. Sa për të bërë një gjumë, 3 orë. Ky ishte vlogu i parë i këtij udhëtimi. Do të shihemi në vlogun e radhës, nesër, ditën e parë, çfarë do bëjmë me detaje, çdo gjë. Faleminderit që na ndoqët, nëse keni pyetje, na i bëni në koment dhe unë do t'i shoh dhe të përgjigjem. Natën e mirë që këtu domethënë. Ose mirëmëngjes për ju që po e shikoni mëngjes.